Ermand, cila mendon se është gjaja më e bukur edhe në të njëjtën kohë më e frikshme që mund të arrijë AI? Gjëja më e bukur është që do shkojnë në Mars. Okej. Ti do thotë unë jam pro Po çfarë më bën Mars u? eksplori. Po Elon Musk ja të pyesim Elon Muskun se ai është si fantaksuri që po i krijon këto gjëra. Edhe ai çuditshëm, domethënë do krijon facilitet për të çuar njerëzit në Mars. Është gjë e bukur në fakt, të kisha dëshirë ta provoja një herë. Ti ke dhënë Mars. Por ajo që doja më shumë provoja është që ti me kapsulën kozmike të Jeff Bezosit. Shkoj edhe unë si këtë hyper një 10 minuta, 11 minuta. Ja shtokës shikoja si ishte planeti blu. Kurse më rrezikshmja se ti ka qenë një film interesant atëherë, më duket i harrova emrin atij aktorit. Ai robot ka qenë filmi që përdori në ushtri. Në një moment u shkoi ai qipi u bë corrupted, një roboti edhe të tjerë, dhe ato filluan të sulmojnë njerëzit. Inteligjenca artificiale ka risk bumerangun që mund të kthehet, pa themin trajt figurative. Kështu që duhet të dimë ta mirëmbajmë, ta menaxhojmë më së miri.